Paralajmërimet e Arben Taravarit, njërit nga partnerët e Vlenit, se në zgjedhjet lokale do të dalë me listat e veçanta për këshilltar komunash, ndërsa për kryetar është duke menduar nëse do të shkoj me Vlenin ose me ndonjë parti tjetër, kanë hapur dilemën e daljes së tij nga qeveria, e nëse Taravari del nga qeveria pason rikonstruimi i qeverisë. Rreth mundësisë së rikonstruimit të qeverisë janë prononcuar sot me deklarata të ndryshme dhe të shkurta kryeministri Kristian Miskovski dhe zëvendës kryeministri Izet Mexhiti. Kryeministri këmbëngulës të marrëdhëniet mes partnerëve të koalicionit qeverisë si janë të shkëlqyera dhe se nuk do të ketë rikonstruim të qeverisë. Ne, koalicijski odlični. E për dallim nga Miskovski, zëvendës kryeministri Izet Mexhiti nuk e përjashtoi mundësinë, duke thënë se teoretikisht duhet të ketë rikonstruim. Teoretski da, që procenime, koji se argumentit e prej potra i që... Ndryshe, kreju i ASH-s Arben Taravari, pas kuvendit të partisë që ka mbajtur të dielën në Kostivar, tha se kuvendi qendror e ka angazhuar këshillin drejtues, kryesinë e ngushtë të partisë, që të tenton edhe më tutje që me Vlenin të gjejnë gjuhë të përbashkët për të dalë në zgjedhje së bashku.